Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, priti në një takim në selinë e Aleancës kryeministrin Edi Rama. Rutte konfirmoi se Shqipëria është aleat besnik i Aleancës dhe po përmbush detyrimet e saj jo vetëm me kontributin financiar, por edhe me misionet e sigurisë kudo në zonat e konfliktit. 420 milion lek nga buxheti 2024 së Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka dedikuar rikonstruksionit të plotë të Spitalit të Gjirokastrës. Me këtë fond synohet modernizimi i infrastrukturës fizike dhe rritja e cilësisë së shërbimit spitalor për banorët e qarkut jugor. Punimet e nisura në fund të 2024 po ecin me ritme të mira dhe kanë shkuar në masën 65%. Nga ndërtimi në Blegtori, Aleksandr Kalemi, banor i fshatit Arshilengo, ka zgjedhur të ndryshojë rrënjësisht profesionin për të investuar në një të ardhme ndryshe. Nga një ish ndërtues ka vendosur të i përkushtohet Blegtoris duke kujdesur çdo ditë për 140 krerë të imta. Ai beson se kjo punë përveç pasionit i sjell të ardhura të sigurta. 40 fëmijë të moshave 12 dhe 13 vjeçare këtë sezon do të përbëjnë 2 ekipet në futboll të zyrës rajonale Gjirokastër. Ata u përzgjodhën sot në praninë edhe të përfaqësuesve të Federatës Shqiptare të Futbollit gjatë testit të zhvilluar në fushën e Dervicianit. Ju njohim tani më gjërësisht. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, priti në një takim në selinë e Aleancës kryeministrin Edi Rama. Rutte konfirmoi se Shqipëria është aleat besnik i Aleancës dhe po përmbush detyrimet e saj jo vetëm me kontribut financiar, por edhe me misionet e sigurisë kudo në zonat e konfliktit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, konfirmoi rolin e posaçëm të Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Në takimin me kryeministrin Edi Rama në selinë e NATO-s në Bruksel, ai tha se Shqipëria po përmbush angazhimet për një ushtri të fortë, duke investuar për industrinë e mbrojtjes. Albania is a staunch ally. Shqipëria do të përmbush kriterin e 2% të shpenzimeve për mbrojtjen këtë vit, që është një angazhim shumë i mirë. Vendi po zhvillon industrinë e vet ushtarake nëpërmjet sipërmarrjeve, gjë që është e rëndësishme, sepse ne na duhet që e gjithë NATO-ja të ketë një industri mbrojtjeje të fortë. Ju po jepni ndihmë të madhe me Ukrainën, për shembull përmes komandës tonë në Wiesbaden, ku kemi një delegacion shqiptar, por dhe me trajnime gjuhësore, me pilotët e avionëve luftarak, me teknikët. Pra po bëni shumë kur vjen puna te Ukraina. Jashtë Shqipërisë po merrni pjesë në forcat toksore të huaja, në Letoni, në Bullgari. Jeni aktiv në Kosovë me KFOR-in, pra po mbani një peshë më të madhe se çu takon. Ne e dimë që NATO-ja mund të ketë besim te Shqipëria. Ju e dini që Shqipëria gjithmonë do ta ketë mbështetjen e NATO-s. We know that NATO can count on Albania. You know that Albania can always count on NATO. Kryeministri Edi Rama u angazhua në përmbushjen e çdo detyrimi ndaj Aleancës, duke konfirmuar se do të nisë puna për të vënë në dispozicion të NATO-s një pjesë të konsiderueshme në Porto Romano, duke ndërtuar një port të dedikuar ushtarak. We want to do more and we are now Duam të bëjmë më shumë. Tani kemi lançuar rilindjen e industrisë tonë ushtarake. Jemi shumë entuziast për të diskutuar me ju punën e mëtejshme që duhet të bëjmë për të ngritur portin zhvillimor ushtarak në Porto Romano. Jemi këtu për të folur bashkë edhe për mënyrën se si të aksesojmë programin SAFE të Bashkimit Evropian, që në terma sigurie shkon përtej perimetrit vendeve të NATO-s dhe mund të jetë ndihmë edhe për vendet e Aleancës në Evropë. Takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s vjen në kuadër të angazhimeve të Shqipërisë për të organizuar në vitin 2027 për herë të parë në një vend ballkanik samitin e NATO-s. Ky samit është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në arenën botërore. 420 milion lek nga buxheti i 2024, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ja ka dedikuar rikonstruksionit plot të Spitalit të Gjirokastrës. Me këtë fond synohet modernizimi i infrastrukturës fizike dhe rritja e cilësisë së shërbimit spitalor për banorët e qarkut jugor. Punimet e nisura në fund të 2024 po ecin me ritme të mira dhe kanë shkuar në masën 65%. Ndërsa kanë kaluar vetëm 9 muaj nga fillimi i rikonstruksionit të Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër, rezulton të kenë përfunduar 65% e punimeve. Me 420 milion lek të reja, investimi i qeverisë shqiptare synohet që ky institucion shëndetësor të ofrojë kushte bashkëkohore. Tani ka përpuar rreth 65% e punimeve. Domethënë duke futur është gjithë spitali është rreth 8000 m2,
Ka marruar rreth 5.000 pak metakatoror, 5.090 metakatoror, deri diku. Kurse fazat e jashtme, punimet e jashtme janë përfunduar të gjitha, me kanalizimet të ujërat zeza dhe ujërat bardha. Dhe sistemi kapodës ku e shikoni të fasadës që është vetëm 10% e punimeve pa mbyllur. Dhe mbyllet deri në fund shtatori, mbyllet totalisht. Edhe pse në bazë të kontratës parashikohet përfundimi i rikonstruksionit në dhjetor të 2026-s, punimet po ecin me ritme të shpejta dhe parashikohet që gjithçka të jetë gati 3-4 muaj para afatit. Punimet po ecin me ritme të shpejta. Këtu kemi dhe 10% punimeve të fasadës, pothuajse 90% e fasadës kanë përfunduar totalisht. Izolimi i taratës dhe pjesët e punimeve në taratës janë mbyllur të gjitha. Ka marruar çdo zë punimesh në taratë. Jemi brenda në abjeteve dhe brenda të trekatshit e pjesë e parë, ne kemi përfunduar çdo gjë përveç dyerve dhe PVC-s. Domethënë këtë muaj mbyllet 100% dhe transferojmë fazën e dytë, ku do fillojmë punimet e fazës 2, do t'i kalojmë në fazën e parë. Njerëzit, pacientit, dhomat, kirurgjin, patologjin dhe pediatrin. Kurse do na ngelet për fazën e tretë, për muajin janar shkurt, do na ngelet vetëm salla e operacionit. Salla e operacionit edhe urgjenca. Urgjencën jemi duke transferuar në tetor nga krahu i të neshatorit. Domethënë dhe hyrja do hapet atje, do jetë tani urgjenca. Risi është edhe ngritja e një ure që do të lidh godinën e spitalit me atë të maternitetit. Jemi duke përfunduar dhe urën që lidh maternitetin me spitalin. Urën do ta vënë funksion në fund shtatorit, sepse sallat e operacionit do transferohen, do shkojnë te salla e maternitetit për të bërë fazën e tretë të punimeve. Spitali se ka pas më përpara, ka qenë një projekt nga projektuar tani dhe në këtë fazë jemi besoj në fund shtatorit e mbyllur. E bëjmë funksionale për të kaluar sallën e operacionit dhe për të kaluar pacientët në urë derisa spitali të vjetë në funksion deri në fund të 2026. Spitali Gjirokastrës mban statusin rajonal dhe ofron shërbim për banorët e 7 bashkive të qarkut jugor. Ky investim vjen pas atij të 2008-s, i cili përfshiu gjithë godinë. Gjithnjë e më shumë qytetarë në qarkun e Gjirokastrës po shfaqen interes për programet e vetë punësimit. Këtë vit granti mbështetjes ka arritur deri në 1 milion lek për idet më të mira të biznesit, ndërsa aplikimet kryen online në portalin e-Albania dhe janë të hapura deri më 30 shtator 2025. Në qarkun e Gjirokastrës po vjet re një interes i lartë nga qytetarët për të përfituar nga mbështetja përmes programit të vetpunësimit pranë zyrave të punës. Për këtë vit, granti i mbështetjes ka pësuar rritje nga 500.000 deri në 1 milion lek të reja për të gjithë ata që duan të çelin një biznes. Sipas të dhënave, planet më të mira të biznesit do të financohen deri në vlerën 1 milion lek. Thirrja për vetpunësimin është hapur që në 1 shtator. Aplikimet vazhdojnë deri në datën 30 shtator, interesi është shumë i lartë. Një nga arsyet kryesore është sepse këtë vit ka një ndryshim të madh, nga 500.000 lek të reja programi financon 1 milion të reja. Dhe është një mundësi shumë e mirë për të gjithë ata persona të cilët duan të hapin një biznes, të kenë një fillim të mbar, edhe një ndihmë shumë e madhe për çdo person i cili nuk ka këto mundësi financiare të hapi një biznes të vogël. Punë-kërkuesit e papunë me një ide të qartë biznesi do të trajnohen dhe mbështeten nga ekspertë të kualifikuar. Kryesisht, bizneset të cilët janë të interesuar janë biznese si mekanik në pjesën e automjeteve, është biznese aspektin estetik, pra ka shumë vajza të cilat investojnë për pjesën estetike, për care beauty apo për mirëmbajtje, ka shumë biznese si rroba qepsi, të cilat duan të hapen, dhe po shohim një interesim të madh deri në përfundimin e aplikimeve, vlen të shikohet se si do jetë në vazhdim interesi nga të gjithë personat. Aplikimet kryhen online nëpërmjet portalit e-Albania për mbështetje përmes programit të vetpunësimit dhe do të jenë të çelura deri më datë 30 shtator 2025.
Bashkitë në jug të vendit po afrojnë gjithnjë më shumë me qytetarët duke i ndihmuar ata në përdorimin e shërbimeve online të platformës e-Albania. Në bashkinë e Gjirokastrës, qytetarët marrin asistencë drejt për drejt për çdo aplikim digjital të cilin nuk mund ta kryejnë dot vetë. Bashkitë në jug të vendit po angazhohen gjithnjë më shumë për të qenë sa më pranë qytetarëve, veçanërisht në ofrimin e ndihmës për përdorimin e shërbimeve online përmes platformës e-Albania. Një nga këto institucione është edhe Bashkia Gjirokastër, ku qytetarët tashmë mund të marrin ndihmë të drejt për aplikime apo dokumente digjitale përmes specialistëve të posaçëm të angazhuar në këtë drejtim. Në një intervistë për RTS Gjirokastra, Klej Dillaka, specialista i tij edhe ndihmës për shërbimin online në këtë bashki, u shpreh se i asistojmë qytetarët hap pas hapi në çdo proces. Synimi i ndihmës për qytetarët është që të ndihmojmë si të kryejmë shërbimet personale duke përfshirë si certifikata ose ndihmës në toka. Gjithashtu është për ndihmuar edhe për qytetarët të cilën kanë probleme të hyrë në sistem, nëse kanë harruar ndonjë email, si numër telefoni, me ndihmës nga Tirana i ndihmojnë të kryejnë këto procedura dhe brenda disa ditëve, 3-4 ditëve, përgjigjet do i vinë edhe do i hyjnë në sistem. Në ditë mund të varojnë 10 deri në 15 qytetarë, të cilën mund ta kenë atë lloj nevoje. Sipas llakait, pjesa më e madhe e kërkesave vijnë nga qytetarët të moshës së tretë apo nga ata që nuk kanë mundësi teknologjike në shtëpi. Ka disa muaj që ka hyrë në funksion dhe shumica e qytetarëve që vinë janë ata që më së shumti vinë nga jashtë shtetit, se cilët nuk kanë mundësi ta kryejnë vetë personalisht, edhe shumica do vinë këtu për të kryer një ndihmës që mund të jenë për certifika familjare që përfshin në trungun e tyre që mund të jenë për disa vite më përpara. Ku shumica prej tyre përfshin moshën e tretë, se cilët e kanë më shumë nevojë nga të gjithë. Për çfarë do lloj problemi që mund të kenë, si nga ana e certifikata, si nga ana e hipotekës, jeni të lirë të vini në pranë sportelit të bashkisë për çdo lloj ndihmëse. Nisma e bashkive për të hapur dyert ndaj qytetarëve në përdorimin e shërbimeve digjitale konsiderohet si një hap i rëndësishëm në afrimin e administratës me publikun dhe rritjen e transparencës dhe efikasitetit të institucioneve. Libova është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara të jugut të vendit. Turizmi këtë sezon ka qenë në nivele të kënaqshme duke gjalluruar qytetin dhe ekonominë lokale. Administratorët e bujtinave thonë se rezervimet vazhdojnë edhe për muajt e ardhshëm, çka tregon rritjen e interesit për këtë zonë edhe jashtë sezonit të verës. Libova është tashmë ndër destinacionet më të preferuara për vizitorët që zgjedhin jugun e vendit. Ky qytet me histori, kulturë dhe natyrë të mrekullueshme ka tërhequr këtë vit një numër të madh turistësh, duke e kthyer në një pikë të rëndësishme të hartës turistike shqiptare. Gjatë këtij sezoni turizmi në Libov ka qenë në nivele të kënaqshme, pohojnë administratorët e disa prej bujtinave në qytet. Sezoni që kaluam ishte deri diku i mirë, i kënaqshëm për neve. Pa diskutim që ishte më i mirë nga viti kaluar, sepse ne, ashtu siç kam thënë, jemi një biznes i ri dhe jemi duke shtuar klientelën tonë, por dolëm të kënaqem nga ky sezon. Bohova ofron një turizëm kulturor për gjitha vlerat që ajo ka dhe pikat turistike që mund të vizitojnë Libohov, dhe ata njerëz të cilët kanë ardhur kanë qenë më tepër turist vendas, le të themi, shqiptar nga gjitha qytetet e Shqipërisë, por nuk kanë munguar edhe turistët e huaj, që kanë qenë nga Franca, nga Italia, nga Gjermania, shumë të ndryshëm. Si vjet ka qenë diçka më ndryshe, kemi patur pak më shumë prurje. Turistët kanë qenë kryesisht nga Gjermania, Franca, kryesisht nga Evropa. Këta vinë tek bujtina tonë, flenë tek bujtina dhe të nesme vizitojnë zonën përreth, asetet e Libohovës, natyrën e bukur. Sipas tyre, rezervimet vazhdojnë edhe për muajt në vijim. Kjo tregon se interesi për Libohovën nuk kufizohet vetëm në kulmin e sezonit veror, por po zgjatet edhe në periudhën e vjeshtës, duke e konsoliduar qytetin si një destinacion turistik të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Kemi patur rezervime dhe çuditërisht neve në dimër kemi më tepër rezervime se sa në verë. Muajt e vjeshtës, muajt e dimrit janë të shpërndarë, nuk është se ka një
është i shpërndar gjatë gjithë vitit, po në dimër kemi vënë në re që kemi rezervime pak më tepër se sa në verë. Edhe për periudhën e vjeshtës kemi disa rezervime, po diçka më pak, kuptohet. Edhe kemi vizitor kalorësit. Vinë kalorësit, gjë në fund të vjeshtës i kemi në bujtinën tonë. Interesi i vazhdueshëm i vizitorëve dhe rezervimet për muajt në vijim tregojnë se Libohova po konsiderohet si një destinacion turistik i qëndrueshëm, që ofron përvoja unike dhe mbetet një pikë e rëndësishme në hartën turistike të jugut të vendit. Nga ndërtimi në Blegtori, Aleksandr Kalemi, banori fshatit Arshilengo, ka zgjedhur të ndryshojë rrënjësisht profesioni për të investuar në një të ardhme ndryshe. Nga një ish ndërtues ka vendosur të përkushtohet Blegtoris, duke u kujdesur çdo ditë për 140 krerë të imta. Ai beson se kjo punë përveç pasionit i sjell të ardhurat sigurta. Aleksandr Kalemi nga fshati Arshilengo ka lënë pas profesionin e ndërtuesit për t'ju përkushtuar plotësisht Blegtoris. Me një përkujdesje të veçantë për të imtat, ai tregon se vendimi për të ndryshuar zanat nuk ka qenë i lehtë, por i menduar mirë. Kam 140 kokë dhe, unë i kishe plaku, vajta 2 vjetë më la plaku. Unë punoja me ndërtim. Amanet i babaj, më tha mua nuk do dalësh keqta. E i bajta, vëllezër të tjerë nuk i mbajta, e mbajta unë. Më mi me Blegtori ona të moj shteti, më ndryshe. Kam sigura 501 bari, jonshë, dhagje, ku jatë 5 milion lek në vit. Aktualisht, Aleksandri kujdeset i vetëm për rreth 140 krerë të imta. Përkundër vështirësive, ai nuk ka humbur dëshirën për të zhvilluar më tej fermën e tij dhe t'i jap jetë Blegtoris në zonë. Mbështetja me subvencione këtë vit i ka ardhur në ndihmë dhe i ka dhënë një shtysë të re për aktivitetin e tij. Si vjet nuk e di unë isha me ndërtim. Erdhë më vun kushte i bëra. Më erdhën këta të bujqësisë. Jam shumë i kënaqur. Unë i ka vënë 120 kokë me 12.000 lekë koka. 20 kokë i mbaj për shitur për ferro. Nuk i vura këto 20 kokë. 120 vura atëra. Me shembullin e tij, Aleksandr Kalemi dëshmon se në zonat rurale, me vullnet dhe përkushtim, Blegtoria mund të jetë mundësi reale për zhvillim dhe mirëqenie. 40 fëmijë të moshave 12 dhe 13 vjeçare këtë sezon do të përbëjnë në 2 ekipet në futboll të zyrës rajonale Gjirokastër. Ata u përzgjodhën sot në praninë edhe të përfaqësuesve të Federatës Shqiptare të Futbollit gjatë testit të zhvilluar në fushën e Dervicianit. Fusha e sportit Lefter Milo në Dervician ka pritur sot 65 fëmijë 12 dhe 13 vjeçar që morën pjesë në testin e kryer për përzgjedhjen e elementëve të ekipeve rajonale zona Gjirokastër U12 dhe U13. Ky aktivitet përzgjedhës u bë në prani të drejtorit teknik të Federatës Shqiptare të Futbollit Fulio Beja. Në përfundim u përzgjodhen 40 lojtarët që do të përbëjnë këto 2 ekipe. Kjo qendër rajonale është një nga qendrat më të largëta të Shqipërisë që kemi neve në sektorin teknik dhe për mos të dukur si një nga qendrat që është aneksuar nga ana jon, ka marrë dhe vëmendjen e drejtorit teknik të qendrave të Federatës Shqiptare të Futbollit. Shikojmë që numri i fëmijëve është në një nivel të kënaqshëm për sa i përket dhe zonës, duke njohur edhe pjesën e largimit. Urojmë të bëjmë një përzgjedhje sa më të saktë dhe të japim këtyre fëmijëve mundësinë që të realizojnë ëndrrën e tyre që të jenë pjesë e ekipeve kombëtare në vazhdimet e tyre. Sipas teknikut të zyrës rajonale Gjirokastër Petraq Meçi, me një nga këto 2 ekipe, si vjet synohet se një nga finalet që do të zhvillohen në Tiranë. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.